Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin Shpirtërorja mes nesh. Emision ky i cili i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore. Në këtë episod ndodhemi në xhaminë e Sultan Muratit në Shkup, për të mësuar më shumë për historikun e kësaj xhamie, cilat janë karakteristikat kryesore të kësaj xhamie dhe cila është specifika apo traditat e kësaj xhamie. Për të mësuar më tepër, ai i cili na shoqëron në këtë bashkëbisedim është miftiu i Shkupit, profesor doktor Kenan Efendi Ismaili. Mifti i nderuar, ky emision i kushtohet pra trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore dhe jo vetëm, ne do flasim pra për të gjitha objektet e kultit dhe historikun e tyre. Kur jemi tek xhamia e Sultan Muratit, cili është historiku i kësaj xhamie? Po, xhamia e Sultan Muratit është një ndër xhamit më të vjetra në qytetin e Shkupit, e ndërtuar në vitin 1436 nga Sultan Murati II. Është interesante sepse në kohën e ndërtimit janë ndërtu paralelisht 3 xhami, një në Bursa, një në Edrene, pra Edirne të Turqisë, dhe një këtu në Shkup. Kjo tregon për peshën dhe rëndësinë që është dhënë ndërtimit të kësaj xhamie, edhe në aspektin e arkitekturës, edhe në aspektin e artit që ngërthen në vete xhamia. Është ndërtuar një pozicion shumë të bukur të qytetit, të lashtë, të vjetër të Shkupit. Thuhet që pikërisht tuku është ndërtuar xhamia, për rreth ka qenë edhe pjesa e vjetër e qytetit. Kjo xhami në kohën kur është ndërtuar, nuk është ndërtuar vetëm si xhami, por ka pasur edhe objekte shoqëruese. Pranë vetes ka pasur edhe një medrese, që ndoshta kanë ngelur disa mbetje, disa mure të vjetra nga ajo medrese, por gjë tjetër nuk ka ngelur që nga ajo kohë. Është interesante të përmendet që kjo xhami thuhet që në fillim ka pasur një kube të madhe, mirë po pas disa dëmtimeve që janë bë gjatë kohës, disa zjarreve që kanë ndodhur në atë kohë, edhe ajo kube është prishur dhe në restaurimin e xhamisë që është bërë në vitet e mëvonshme, e ka marrë kulmin klasik, sikur që është edhe sot. Kjo xhami në histori, në librat e historisë, thirret edhe me emra të tjerë, përmendet edhe me emra të tjerë, por edhe nga vetë populli në atë kohë është thirrur me emra të tjerë, si xhamia e pushtetarit, pra hynqar xhamia, eski xhamia, xhamia e vjetër. Por ajo më e njohura që deri ditëve të vona ndoshta edhe në mesin e shumë besimtarëve këtu në Shkup është quajtur me atë emër, është quajtur xhamia e Sahatit. Për shkak se pikërisht në oborrin e kësaj xhamie është edhe kulla e Sahatit, një karakteristikë e veçantë që e ka vetëm kjo xhami. Përndryshe, xhamia ka përjetuar disa restaurime, nuk është ajo origjinala që ka qenë në fillim, por kjo pamje edhe e mbrëmshme në veçanti thuhet që është bërë në kohën e Sultan Reshatit, i cili ka vendosur që të vizitoj Shkupin dhe të falë një namaz në këtë xhami, dhe në shenjë respekti të tij është bërë një restaurim i të rëndësishëm, në veçanti i brendshëm i xhamisë, ku edhe janë bërë pikturat, vizatimet, kaligrafit, shkrimet e mbrëmshme, dhe gjithë ajo stoli e mbrëmshme e xhamit thuhet që është nga ajo kohë, dhe ajo llogaritet që është vazhdimësia e asaj kohe, pra kjo xhami. Përndryshe, xhamia ka edhe minaren, një nga minaret që bie në sy ndoshta më tepër, për shkak ndoshta edhe lartësisë që e posedon, dhe është interesant që për të ngritur në sherifin e kësaj minare, duhet të ecish 114 shkallë, po atë sa ka edhe kaptina dhe sure Kurani. Përndryshe, nëse flasim në kohën e vonshme, kjo xhami ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në qytetin e Shkupit, e dalluar me ligjëratat e ditave të xumaja, me organizimin e gjeneratave të reja, me ligjëratat e ndryshme në veçanti që janë realizuar pas namazit të ikindis në kohën e Ramazanit, dhe kjo traditë po vazhdon edhe më tutje në këtë xhami. Në këtë xhami, përveç besimtarëve, pra të cilët ndjekin të gjitha ritualet fetare, merr pjesë edhe gjinia femrore? Po, ndoshta ndër xhamitë e para që janë realizuar aktivitete kushtuar gjinisë femrore, flas në
që kohërat më të hershme, viteve 90 e këndej, dhe kjo tradit po vazhdon, edhe ne si muftini i Shkupit, disa nga aktivitetet bazë që i kemi, qofshin me nxënësit e mektebeve, në garat e ndryshme që i realizojmë, e në veçanti në netët e dalluara, në brenda muajit të bekuar të Ramazanit, i dedikohet enkas me programe gjinis femrore. Kurse kjo xhami është dalluar pra në veçanti në kohën e faljes së namazit të xumaz për ndjekjen e ligjëratave, ka pasur që në kohët më të hershme vizitat dhe ndjekja e ligjëratave nga gjinia femrore. Ka një traditë të themi xhamia e Sultan Muratit që e bën në vazhdimsi. Tradita ajo e Sultan Muratit që ka qenë që më herë dhe nuk është heshtur deri më tani, është ligjëratat e Ramazanit pas namazit të ikindis. Kjo është e para, dhe e dyta traditë që sot e kësaj dite vazhdon janë hutbet apo ligjëratat e gjata që mbahen në gjatë namazit të xumas, dhe kjo është lidhshmëria që ka kjo xhami me xhami të tjera të cilat janë poshtë, njerëzit të cilët kanë dyqanet apo punojnë në pazar, që mos t'i mbyllin ata, ndahen mes vete kolegët, cilët bashkëpunëtorët, cilët janë në punë, disa e falin namazin në xhamin e Isabeut apo në një xhami tjetër të Qershis, dhe tamam ato kthehen, tjerët mund të mrinë dhe të falin xhuman në këtë xhami, sepse kjo xhami më së vonti falet namazi i xumaz dhe dalin xhamati nga kjo xhami. Flas për farzin namazit të xumaz. Ndodhemi në muajin e agjërimit, pikërisht në muajin kur zbriti dhe Kurani famulart. Në epilogun e parë, revelatën në të cilën krijuesi u drejtua njerëzimit me fjalorin më të pastër, me një retorik shumë të lartë kuranore, duke thënë: "Lexo në emër të Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë." Temën të cilën do ta trajtojmë sot është vlera e leximit dhe e dijes në Islam. Mifti nderuar, kur jemi tek ajeti i parë, pra Zoti tha: "Lexo në emër të Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë." Çfarë nënkupton të lexosh në emër të Zotit? Po, para se të tregojmë në kuptimin e kësaj që thoni ju, në fillim është mirë të kthehemi pak në histori në kohën kur zbriti kjo ajet kuranor, sepse është shumë e rëndësishme për t'i parë rrethanat, sepse me këtë ajet kuranor Allahu i Madhërisht dëshiron që të bëjë një revolucion në shoqërinë e kohës ku jetonte pejgamberi alayhis salam, sepse jetonin në atë kohë një shoqëri që edhe në aspekt social i dinë është quajtur periudhe e ignorancës, periudhe e padijes, që njerëzit thjesht ishin të kufizuar me njohuritë e tyre, sepse kishin drejt të bëjnë vetëm një imitim klasik të marrur nga prind, nga rrethi më i ngushtë, dhe nuk kishin të drejtë të dalin nga ai ambient që ishin mësuar që të jetonin. Dhe me ardhjen e këtij ajeti kuranor, pra ajeti të parë kuranor, shpalljes së parë hynore pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fjalën lexo, studio, pra hapi syt, shiqo përreth, analizo, veç më u bë një revolucion në atë shoqëri, sepse njerëzit duhet të dilnin nga ajo që ishte klasike, nga ajo që ishin mësuar deri dje të jetojnë në atë periudhë, sepse njerëzit shumë në rasteve ambientohen kur jeton dhe mendojnë që kjo është e vërteta, kjo është realiteti, kjo është e mira, kjo është ajo e duhura. Mirë po, Allah i Madhërisht bëri ftesë me këtë ajet kuranor, madje edhe imperativ, urdhër që ju vetëm duhet të dilni nga ky komoditet që e keni dhe duhet të dilni në ambientin e hulumtimit, leximit, analizës, ecjes e kështu me radhë.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pranimin e këtij ajeti kuranor më njëherë edhe e vendoi në praktik më pastaj në përditshmërinë e vet, duke filluar nga shokët më të ngushtë dhe më gjerë, duke i detyruar ata jo vetëm thjesht një lexim klasik të marrë të lexojë një roman apo një libër, sepse flasim për rrethana ku nuk ekziston jo një lexim i rëndom, jo një lexim klasik i rëndom, po thjesht të lexohet çdo gjë. Të lexohet qielli, të lexohet atmosfera, të lexohet gjendja shoqërore, të lexohet njeriu, të lexohet gjendja faktike, shpirtërore, sociale e njeriu, të lexohet gjithçka që është përreth, sepse kishte nevojë për të bërë një ndryshim. Jo rastisht erdhi edhe ajeti kuranor që lexo, vepro, puno, analizo dhe gjithë këtë bënë në emër të Zotit, jo për një interes tëndin personal. Dhe pejgamberi alayhis salam këtë e vendoi në praktik duke mësuar njerëzit se ata duhet të lexojnë njëri tjetrin dhe kështu të bëhet revolucioni i parë saqë edhe e bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është interesante që në fjalët e vet kur them vendoi në praktik, pejgamberi alayhis salam edhe ajetet kuranore që vinin i orienton të shokët e vet që ata të shkruhen, ata që nuk dinë të shkruajnë i orientonte që të mësojnë. Ata që nuk din gjuhë i orienton të mësoj, madje ju e dini edhe gjithë ata që na ndjekin edhe në luftën cilën ndodhi në luftën e Bedrit, për të falur lirin një rob i lufte, e kishte detyrë që vetëm t'ua mësoj tjerëve shkrimin dhe leximin. Pesha dhe rëndësia ishte shumë e madhe. Po, aq lartë që e ngriti këtë pozicion, madje është edhe e njohur fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mësimi, leximi, studimi është obligim fetar edhe për besimtarët, edhe për besimtarët. Pra edhe për gjinin mashkullore, për gjinin femërore, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thash që bëri revolucion në atë shoqëri natyrisht i inspiruar nga ana e Allahut të Madhërisëm, thjesht nuk i kufizoi ata vetëm për një klasë të shoqërisë apo vetëm për një gjini, por e vendoi dhe e bëri pjesë të pandashme të çdo pore të jetës dhe të çdo klase shoqërore që jetonte në atë kohë. Edhe pse disa nga ata që llogariteshin më të ngritur në atë kohë, natyrisht në atë kohë janë dalluar për shkak të fisit, pasurisë, familjes e kështu me radhë, ndonjëherë edhe tërhiqeshin nga pejgamberi alayhis salam, sepse pejgamberi është me të gjithë. Por pejgamberi alayhis salam këtë obligim hynor që e mori, pra këtë lexim, por këtë lexim të thellë, po them, jo lexim klasik, u mundua që të vendoj dhe të bëj pjesë të shoqërisë gjithëve, jo të një klase shoqërore, sikur ka qenë ndoshta deri kohët e vonshme në vende të ndryshme të botës, por e bëri pjesë të pandashme të çdo individi që jetonte në kohën e pejgamberit alayhis salam. Ky ajet mund të jetë ndoshta që na bën të reflektojmë sipër jetës për të ndërtuar të themi një botkuptim shpirtëror përmes intelektit. Patjetër në Islam nuk ka vetëm mësim klasik, siç i themi ne, vetëm lexim dhe studim, por çdo herë janë të lidhura bashkarisht. Bashkarisht me cilën, më thonë, edhe ngritja intelektuale, po edhe ngritja shpirtërore. Edhe jo rastisht ajeti kuranor nuk përfundon me atë lexo. Por thot lexo, ikra, po në emër të kujt do të lexosh? Në emër të Zotit tënd. Më thonë do e kapish edhe atë pjesën shpirtërore, sepse ngritja e një shoqërie apo një individi vetëm në aspektin e ngritjes intelektuale dhe me një zbrastirë të madhe shpirtërore, ai nuk do të ishte i dobishëm për shoqërinë. Për shkak se ai do t'i bënte dëme të tjera të cilat ndoshta në moment nuk mund t'i vërej, sepse ai ka një boshllëk, ka një zbrastirë shpirtërore. Ai nuk e mendon tjetrin, nuk e mendon dobish, nuk e përmbush. Edhe ana tjetër, ana e kundërt në fe, nuk preferohet që ti vetëm të jesh i ngritur në aspekt moral. Ti mund të jesh njëri i mirë, por nuk je i dobishëm për shoqërinë nëse nuk e ke pjesën e ngritjes intelektuale. Të ecish me kohën, të kesh njohuri, të kapesh me kohën e teknikës, teknologjisë, dhe Islami kërkon çdo herë që të bartën bashkarisht. Sepse nuk mjafton të thuar për një njeri është i mirë vetëm pse është me moral të mirë, por njeri i mirë në Islam është ai i cili edhe është i ngritur në aspektin intelektual, është i shkolluar, i arsimuar,
bën hulumtime të ndryshme, por nga ana tjetër është i plotësuar dhe në aspektin shpirtëror, është i lidhur me Zotin, nuk mendon që t'i bëjë dëm të tjerët, po mendon që të jetë dija, njohuria në shërbim të shoqërisë, dhe kjo e bën që edhe individi të jetë i mirë, i ngritur, po edhe shoqërinë që të ndihmojë që të ngritet. Këtë e thot Kurani famulart. Nëse ndalemi e studiojmë dhe jetën e profetit Muhammed, ai pra lindi të themi në shkretëtir, ku nuk kishte shkrim dhe lexim, dhe Kurani u shpall pra përmes engjujve, erdhe deri tek shpirti besnik. Këtë si komentohet kjo sipas Islamit? Po në fillim, pejgamberi alayhi salatu wasalam asgjë nuk ka bën përveç se ajo që është mësuar dhe inspiruar nga ana e Zotit. Dhe kur është pyetur nëna jonë e ndershme, Aisha radhiyallahu anha, që apo është kërkuar që ta përshkruaj pejgamberin Muhammed alayhi salam, ka thonë që ai është Kurani i gjallë që ecë mbi tokë. Thjesht jo Kurani në tekst, po Kurani në vepër. Pse po e them këtë? Sepse gjithçka që i thoshte Allahu i Madhërisëm nëpërmjet melekut Xhibril, që duhet të veprojë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Muhamedi alayhi salam e vendonte në praktikë për të njëjtën. Shif, mbas komentatorëve, mufesirëve, thuhet që diku mbi 750 ajete ka në Kur'an që në mënyrë të drejtë për drejtë apo tërthorazi flasin për dijet, flasin për shkencën, flasin për ulëmtimin. Dhe ne kur flasim për një libër të këtill që orientohet një njeriu për cilin thuhet që është Kurani i gjallë, domthon ka qenë një inspirim shumë i gjallë për shumë njerëz të tjerë përreth, që ata duhet të miren me dije, me shkencë, me ilm, dhe kjo ka qenë ajo që e ka ndërtuar dhe e ka dalluar pejgamberin e Zotit nga gjithë tjerët. Shif edhe gjenerata kur jetoi pejgamberi selam u quaj gjenerata e artë. Jo rasti gjenerata e artë, sepse thashë pak më herët u bë një ndryshim i tërësishëm i asaj shoqërie, veç më gjërat shifeshin me sy tjetër. Dhe kjo gjenerat pastaj trashëgoi gjenerata tjera. Edhe gjitha gjeneratat që vinin pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke u referuar në fjalët dhe veprat e profetit Muhammed alaihi salatu wasallam, natyrisht edhe Kuranit famulart, ata bën revolucione gjithkund ku shkonin. Dhe ju e dini edhe shtetet e para apo shoqëritë apo perandorit që u ndërtuan në atë kohë ishin burim i dijeve. Në ato kohra u bën edhe akademitë e para të shkencave, në ato kohë dolën edhe dietarët e parë që bënin hulumtime, qoftë për shembull për kimi i njohur Xhabiri, për filozofi i njohur Gazaliu, Ibn Rushdi, Farabiu, për mjeksi i njohur Ibn Sina, me thonë njerëz të cilët sot e kësaj dite librat e tyre përkthehen dhe lexohen. Por nuk u mjaftuan me kaq këto shoqëri që hërnek, shembull, model, krijuan të themi një bazament. Po, kishin pejgamberin e Zotit, atë që përmendot ju për atij edhe dola, e kishin si model pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe ata më pastaj e ecën e ndërtuan edhe më tutje atë që e kishte venduar si bazë. E kultivuan të themi, e zhvilluan, madje duke mos u ndalur aty, saqë edhe filozofit tjera të vjetra, filozofin greke dhe filozofit të cilët në atë kohë persiane ishin të njohura, ata edhe aty kishin ndikim duke marrë dhe duke përkthyer, duke analizuar, duke kontribuar në kultivimin edhe më teshëm të mendimit, të bindjeve, të ideve, të filozofive të ndryshme e kështu me radhë. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam mund të themi që brenda periudhës 23 vjeçare vendoi bazat e hulumtimit, të analizës, e dijes. Dhe pastaj si vinin gjeneratët më pas, ata vinin dhe ndërtonin deri kohët e voshme, natyrisht kur njerëzit atë pishtarin e dijes e lëshuan nga dora e tyre, flas për muslimanët dhe pastaj e morën të tjerët. Në mes të kaluarës, të tashmës dhe të ardhmës, të themi, në kohën bashkëkohore, jetojmë dhe jemi pra të ndikuar nga faktorë të ndryshëm. Si e sheh Islami, pra cilat janë të themi mesazhet kuranore dhe profetike që një besimtar duhet të organizojë, të themi, ditën, javën, muajin, po edhe jetën e tij? Po,
besimtarët ne në shumë në raste bazuar në fjalët e profetit Muhammed a.s. I klasifikojmë në besimtar të mirë, besimtar të suksesshëm, besimtar që i don Zoti, besimtar që do të pozicionohen në pozita të larta në botën e ardhshme pra si shpërblime. Dhe gjitha këto motivime që i ka dhënë pejgamberi i Zotit ka bërë pikërisht që njerëzit të dinë të angazhohen dhe të kontribuojnë për vendin dhe shoqërinë ku jetojnë. Shpërblimet nuk jepen thjesht vetëm për kontribut personal. Por shpërblimet Zoti jep atëherë kur ti je i dobishëm për të tjerët. Shif edhe në një prej haditheve që ne në shumë në rasteve e përmendim, thot pejgamberi i Zotit, më i miri nga ju është ai i cili e mëson dhe u mëson të tjerëve fjalën e Zotit. Pikërisht është këtu ideja. Domethënë nuk mjafton që vetëm ti të marrish një dije, të marrish një diplomë dhe të mjaftohesh me atë që ke arritur. Qëllimi i Islamit është që ata të cilën e marrim ne, e thithim nga burimet e ndryshme intelektuale, nga akademitë e ndryshme, nga librat, nga autorët e ndryshëm. Nuk mjafton që ne vetëm ta marrim dhe ta mbajmë në vete, por atë duhet ta përcjellim pastaj tek tjerët. Kjo është e para që dua të përmendi. E dyta, besimtari i mirë është ai besimtar i cili është produktiv. Ai besimtar i cili është aktiv. Sepse kemi edhe fjalë të Zotit, por në veçanti fjalë të pejgamberit a.s. se sa të urryer janë ata cilët janë pasiv, ata cilët janë përtac, ata cilët janë dembel, ata cilët nuk ja shef hajrin apo dobin askush madje as familja e vet, mos flasim për rreth shoqëria. Pra thjesht kërkohet që besimtari të jetë njëri i cili bën plane. Dhe ai e din shumë mirë brenda vitit 2025 unë ku dua të arrij. Brenda 2026 ku du të arrijë dhe nuk mjaftohet asnjëherë. Besimtari ka të ndaluar të mjaftohet me vetveten. Po e përsëris, besimtari ka të ndaluar të mjaftohet dhe thotë unë kam arritur kulmin. Asnjëherë, sepse ne kemi shembull profetin Muhammed a.s. i cili në moshën 61, 62, 63 vjeçare, ndoshta ishte edhe para vdekjes, por pejgamberi a.s. ishte aktiv dhe gjithmonë kishte rrugë për të vazhduar. Kishte punë për të bërë, kishte plane që bënte ku duhet. Nuk ishte më rëndësia a do ta bënte kjo apo jo, po thjesht bënte planin. A nuk është madhështore fjala e pejgamberit a.s. që thotë edhe po që se do të ndodh kiameti, unë do ta mbjellë këtë fidan. Më thonë, nuk është më rëndësishme çfarë do të ndodhë më tutje, por unë kam obligim që të jem produktiv, unë duhet të jem i dobishëm për të tjerët, dhe unë do të jap kontribut aty ku jam, domethënë çdo kush aty ku ka rolin duke u bazuar në fjalët e pejgamberit a.s. Pra, njeriu i mirë në aspektin fetar, besimtari i mirë, llogaritet ai i cili e din për ku është duke shkuar, ai i cili ka bërë një plan, ai i cili e ka caktuar rrugën, i ka caktuar dhe i din parafërsisht edhe sfida me cilat do të ballafaqohet, por asgjë nuk e ndal, sepse është i krijuar për të qenë i dobishëm për të tjerët. Nuk është i krijuar thjesht vetëm për të jetuar, për të ngrënë, për të pirë dhe për të kaluar në botën e amshueshme. Për të jetuar në mënyrë individuale, por do ta ndjashë edhe të tjerët. Kolektive, shoqërore. E kemi dëgjuar shpesh herë që Zoti do të na pyes për diturinë që na dha, ku e kemi shfrytzuar. Si e shpjegoni këtë? Po, shif kjo ndëlidhet shumë me atë që e përmendëm edhe pak më herët, sepse njerëzit thash mjaftohen ndoshta me atë që e posedojnë, mjaftojnë me atë që e lexojnë, mjaftojnë me një diplomë cilën e merr diku. Nuk janë kërkues nga vetvetja. Po, nuk janë. Po, pejgamberi a.s. dhe Allah i Madhëshëm kërkon nga besimtarët, në veçanti nga robët e mirë, nga ata të cilët thirren në librin e shenjtë, në Kur'an, dhe thirren në praktikën dhe jetën e pejgamberit a.s. që për gjithçka që veprojnë dhe mirësitë që t'i ka dhënë Zoti, për ata mirësi do të japish llogari. Do të japish edhe për kohën ku e harxhon, do të japish llogari edhe për mirësitë të cilat i ke, por nuk ka mirësi më të madhe se sa dija, ilmi, shkenca, dituria. Dhe nëse këtë mirësi ta ka dhënë Zoti, ti do të pyetesh se çfarë ke bërë me atë diturinë, çfarë ke bërë me atë shkencën, e ke venduar në shërbim të tjerëve, je munduar që të jesh ai i cili ke zbuluar diçka të re të cilët kanë nevojë shoqëria. E përmenda pak më herët, pishtarin e dijes dhe shkencës një periudhë të gjatë kohore e mbanin besimtarët musliman. Madje edhe
përmendin qendrat e shkencës në atë kohë Bagdadi, pastaj Andaluzia e kështu me radhë. Në moment që humbi kjo që e thoni ju dhe besimtarët filluan të vendohen një farë komoditeti, u ran nga dora, sepse dhe Allah i madhrishëm pikërisht për këtë rënje do të na merr në pyetje neve. Pse e lëshon nga dora një nga mirësitë që ta ka dhënë Zoti? Do kërkohet një përgjegjësi. Do kërkohet një përgjegjësi. Sikur në çdo punë tjetër edhe tek çështja e diturisë, shkencës, sepse shif ne jetojmë në kohë tani ku bëhen edhe zbulime shumë të reja, zbulime shumë të mëdha. Madje flasim për kohrat e inteligjencës artificiale që ndoshta shumë shpejt do të ketë nevojë që të kemi edhe njerëz aq të ngritur që do të përgatisin kodet për të bërë aplikacione të ndryshme, sepse inteligjenca artificiale dhe kodet të bën. Dhe ta çfarë lidhje ka kjo me Islamin? Po ku jemi ne muslimanët në këtë kohë? Nëse kemi qenë të parët në momenti kur thuhet fjala ikra, kur tjerët të gjithë ishin pasiv, periudhe ignorancës, dhe Islami bën revolucionin e dijes, e ngritjes, e teknologjisë asaj kohe, ne në këtë kohë jemi ndoshta në pozicionin e kundërt. Ne duhet jemi prijetar edhe të këtyre hulumtimeve të tjera, sepse vetë Zoti në Kur'an bën thirrje dhe do të na merr në llogari për këto thirrje nëse ne nuk kemi respektuar. Hulumtoni qiellin, hulumtoni tokën, hulumtoni kafshët, hulumtoni njerëzit. Çfarë janë këto hulumtime? Pra të futesh në dije meditimit. Po, fjalën e kam që ti duhesh të bësh hulumtim, të thellohesh, të meditosh. Llogaritë çfarë peshe i jep Islami sa që e llogarit në ngjyrën e lapsit të dietarit me gjakun e dëshmorit. Më thonë, ç'është pozicion të lartë që i jep. Ose ai i cili mirret me shkencë, me dije, me ilm, peshohet të Zoti shumë më tepër se sa ai që mirret me adhurim. Më thonë, si adhurim, si ibadet është ngritur edhe më tepër. Pse? Që ne të jemi në hap me kohën, ne të jetojmë me kohën, një krahasim shumë i madh, sepse ne në shumë raste muslimanët dinë të japim rëndësi kësaj tjetrës. E keni pa kur e përmendni për shembull, duke me shumë respekt të themi këtë, nuk duhet të keq kuptohemi. Kur e përmendim për shembull edhe dëshmorin, kur përmendim edhe adhurimin, edhe ibadetin, ne kemi respekt të jashtëzakonshëm. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe shkencën, edhe dijen, edhe meditimin, edhe analizën, edhe ulumtimin e ngriti për këto pozicione. Madje në një transmetim thuhet që dietar, këtu kur themi kemi fjalë për dietarët që i kanë që të dy botrat, edhe atë shpirtëroren edhe atë mendorin, racional, intelektualin që thamë, në botën e ardhshme do të pozicionohen më njëherë pas profetëve të Zotit. Më thonë, ç'është pozicion të lartë që jep Allah i madhrishëm këtyre që do të mirën me shkencë. Këtë pse? Sepse ne në këto kohra nëse do t'i jepnim rëndësi dijes, shkencës, ashtu siç kërkon Zoti dhe siç kërkon pejgamberi i Zotit, ne do të jenim sot në trek, do të jemi sot në pazar, ne do të ishim pjesë të hulumtimeve të ndryshme, do të ishim në dobi të shoqërisë, në shoqërisë dhe botës në përgjithësi, sepse Zoti na ka krijuar që të jemi të dobishëm. E dobia arrihet vetëm nëse ne do të jetojmë në kohën, ashtu siç unë shpesh e përmendi edhe fjalën e Aliut radhiyallahu anhu, i cili thotë fëmijët tuaj përgatitni për kohën e tyre. Pra ne duhet të bëjmë investim që mas 10 viteve, 15 viteve do të vjen një gjenerat tjetër dhe ne si musliman nuk guxojmë të ngelim mbrapa asaj gjenerate, por ne duhet të jemi pjesë përbërëse e asaj kohe dhe atyre rrethanave që do të jenë aktive në kohën, për shembull pas 15 apo 20 viteve. Këtë bashkëbisedim dua ta mbylli me një lutje. Zot na e shto diturin. Në muftin nderuar të falenderoj shumë që gjetët kohë hapësirë për të ardhur dhe për të folur për këtë temë. Nderi ishte imi, faleminderit shumë. Të nderuar shikues, këtu jemi në fund të këtij episodi deri në emisionin e ardhshëm. Mirupafshim.